Ansa duhet bërë kujtes. Mas të njëri me dorë se e qova këtë shumëtit. A ishte kamera fsheta për planifikume. Shiko vajnë. Dhe më përgjishë me sinceriteti më të madhë. Kur pash të tipin që merr me bluzën e gjestit, mendova thash do jetë ndaj prank, thash do jetë ndaj kamera fshehta, kupton? Edhe po mundohesha të kuptosha herë, ç'a janë. Dhe po ta shihni edhe te video nuk është se kam reaguar në fillim. Isha pak konfuz. Dhe thash kuptoj ç'a janë dhe di se përgjigjem, më kupton? Dhe kur ka çuta makinën, ma ka zonë njëri mi grusht nga cepi ka pjesa parkut. Edhe me thonë drejtën aty, thash prit se këto e paskën seriozisht. Edhe normalisht jam tërheq, sytë zica. Po nuk është rasti i parë që unë jam përballë në tilla situata me fol realitetin. Kam pas situata më të këqija. Shqyr zotit kush ka arrit puna me lëviz gishti, se po lëvizi gjishti u dridh bishti. Nuk ka këthim pas. Me Glock 17. Pa. Që si the bibibi. Bibibi! Që s'gjujti njerë për robi, po jo mërë vla si t'gjush për robi, që është arma. Është arma lodër që përdor ti si dush ti. Vlla. Arma do përgjithësi më u përdor vlla, më majt. A u bëra probleme punën pse nxora armën. Shiko vllai. Unë nesër kam me shkutje, me thonë deklarimet për katëse. Por si do që tjetë, jam gati të marrë çdo lloj përgjegjësie ligjore. Bisupe. Për veprimin tim. Unë nuk mendoj, nuk e shoh veprim nga bum, sepse në asnjë moment nuk kam rreziku jetën e personave që ishin aty apo të kalimtarëve. Dhe po të shihni gjithkohon gishti nuk ka qenë në asnjë moment i futur në brendësi të këmbës. Dhe të në detaje tregues. Plus arma ka qenë pozicionuar në pozicionin poshtë. Pozicionuar zhymtyrët e poshtme. Nuk ka qenë kurse si le të themi që kam pa ndaj pasiguri të vetja. Ose në moment që ti rrezikosësh apo ti kanosësh jetën dikujt. Ti ishe vetë mbrojtja, bro. S'po të laf më burë, po të zdijet, tash arma madhë veç kur je fanë të shpër, jo vla jam punojës policie, jam efektivi policisë kriminale dhe majk armë 24/7. Sepse mu vla, me ndodhë në gjarja, tash shi. Jam duaj së qefin ti me pa një ngjarje që ndodhë në rrugë, jam i detyruar ligjërisht me ndërhy. Me që ndërhy me gurat, që të kap gurat.